Ka nis malet me ushtun bog. Këngë vallen festën e çobanit. 21 dhe 22 qershor, si asnjëherë tjetër. Një festë që çon pesh shpirtin e mbush zemrat e shqiptarëve. Zgjon traditat shekullore të jetës së çobanit dhe shpalos sofrën bujare të tij. Festa e çobanit, 21 dhe 22 qershor. Organizohet nga Agroturizëm Buni dhe Kulla e Bayraktarit, me mbështetjen e Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Një festë me program të pasur për gjatë 2 ditëve, prezantimi i kulturës shpirtërore dhe jetës së bjeshkatarëve. Panajër, gatime tradicionale, dolan bjeshk, koncert festiv që fton çdo shqiptar t'i bashkohet këngëve dhe valleve të artistëve, më të njohur nga trojet shqiptare. Një pjesëmarrje jashtëzakonshme, rreth 100 artistë do ngjiten në skenën e vendosur në lëndinën madhështore para kullës së Bayraktarit. Në zjarret që ndizen, në kuvendet poshtë yjeve, mëngjesi do të sjellë jehonin e bjeshkëve dhe kushtrimin e çobanit, ku tufat dhe prisi i kopes do të konkurrojnë. Një çoban që martohet e dasmor që gëzojnë, rrite e lojra popullore që pasurojnë programin. E ftuar speciale, e mirënjohura dhe zëri më i fuqishëm i festivaleve shqiptare, Irma Libohova, aktori me interpretimet e shkëlqyera, Çun Lajçi. Festa e çobanit bashkon në këngë valle, grupe artistike dhe ansamble nga Kelmendi, Trieshi, Rrugova, Shkodra, një dinamik lëvizjesh nën ritmet që nuk din të ndalen. Nëse ke zemër të bukur e të fortë, zgjidh t'i bashkohesh festës së çobanit 21 dhe 22 qershor. Për informacion, në Agroturizëm Buni dhe Kulla e Bayraktarit, kontaktoni në numrin e celularit 00355 67 70 88 424. Jemi gati për të filluar. Ty po të presim.